ki nevoj me ta sjellë ai doktor? Jo. Ambulant. Terapinë e morë, ose tash fatërisht ne jam sigurisht ditë, në këtë apo jam. Mbikëqyrje natë do të jam promocion do më kuptoj direktor dhe të më çerë në mbikëqyrje jam një shëndet, sepse nuk jam I gatshëm të përsëri sonte. Jemi të njoftuar nga një sit përkatëse që njëri nga të akuzuarve di Shabani ka qenë së të shëndet ju mirë, ke marrë trajtim shëndetësor apo të? Fillimisht jemi të njoftuar nga një sija përkatëse e transportit se I akuzuarve di Shabani ka qenë në gjendje Jo, nuk ka qenë në gjendje të mirë shëndetësore. Ke marrë trajtim shëndetësor? Po, kena marrë për nuk është se terapia që në shtutohen e pa mund që e marrë pjesë të sanë. Nuk ka qenë gjendje të mirë shëndetësore, presje. Ka ndërguar tek doktorin brenda burgut. Po, brenda burgut. Plus asaj jam mbikëqyrje pjesë. Po, marrë terapi plus asaj jam ashtë gjendje që është e vështirë, jam mbikëqyrje të mbledhje çdo 30 minuta. Mbikëqyrje natë do të jam promocion do më kuptoj direktor dhe të më çerë në mbikëqyrje jam një shëndet, sepse nuk jam I gatshëm të përsëri sonte. Veç e konstatove qëto që po thënë nuk jam në gjendje. Veç prandaj, veç konstatove në fund. Ka të akuzuar nuk ka qenë gjendje. Prandaj, ju po thoni për mi pas qartë që nuk jeni në gjendje për shkak shëndetit me vazhdu. Po, tash. Prandaj, nuk jam në gjendje për shkak shëndetit me vazhdu më këtë sanë. Gjykata, me njerë, do të kontaktoj shërbimin korrektues për të marrë informacione më detaje në lidhje me gjendjen shëndetësore të akuzuarit të Shabani. Varësisht nga raporti që do të dorëzoj shërbimi korrektues, gjykata do të procedojë me seancë. Njoftohen palët se seanca do të vazhdojë në ora 10:20 minuta. Jo, Ka mundësi e lipë se të bra. Да есть, конечно же. Свой хорен. Смотрим на их. Тебя каждый. Kolan i dënë. Kjo shpallë kemë. Gjysë gëllore. Çdo ditë të unë të shë. Sa para tonë, sa për të. Shtë një lapsi. Nëse unë. Gjykata, me njerë, ka kontaktuar me qendrën e paraburgimit në Gjilan, ku përmes e-mailit ka kërkuar sqarime lidhur me gjendjen shëndetësore të akuzuarit Bedri Shabani. Me njerë, nga doktori I kësaj qendre, nga Mnim Regjepi, kemi marrë përgjigjen
se i Pandevrit Bedri Shabani me datë 11/11/2025 është lajmëruar për konsult tek mjeku i burgut, ku edhe është vizituar me pretendimet si në ankesën e tij. Po ashtu, të njëjtit i është rekomanduar terapi dhe konsulta tek specialistët përkatës. Duke qenë se kjo përgjigje ishte pak e mangët, gjykata edhe njerë përmes telefonit kontakton me njësim përkatëse në burg për të interesuar se a është vizituar konkretisht sot tek mjeku apo jo. Dhe nga përgjigja përmes telefonit rezulton se edhe sot i akuzuri Bedri Shabani është vizituar tek mjeku i burgut dhe se parametrat vital kanë qenë brenda vlerave normale. Megjithatë, gjykata e ka kërkuar që këtë përgjigje ta afrojnë edhe në shkrim. Dhe jemi në pritje të kësaj përgjigje për ta dokumentuar deri në pritje të kësaj përgjigje plotësuese dhe marr parasysh natyren e shqetësimeve të cilat i kanë ngritur i akuzurit Bedri Shabani, të cilat tani për tani gjykata nuk dëshiron t'i bëj publike, por duke besuar se mbrojtësi i tij është në njohuri, atëherë gjykata e fton mbrojtjen avokatin Besnik Berisha që të deklarohet për këtë çështje, paraprakisht avokat veç në një çështje më vetë. Bedri. Kam shqetësime të shumta dhe kërkoj mënyrë homore që të shtyhet kjo seanca tjetër dhe në herën tjetër besoj që do të bëjmë më mirë për shkak se terapinë që të marrë terapi shumë e rëndë nuk mund të përcjell seancën. Kjo është kërkesa ime. A ki nevojë me ta sjell ai doktor? Jo. Ambulant. Terapinë e morë, ose tash faktikisht shumë jam sigurisht pikë në këtë ditë apo jam. Avokati është djeli po avokat ashtu. Kryetarë më thënë se në çështje të natyrës personale, shëndetësore, humanitare, e konfidenciale, plus që kjo thjesht të jetë pa publicitet. Sepse nuk mund të ndaj informacionet e tilla, realisht po ndihem keq për klientin kur është objekt i një trajtor pa publicitet, do të thotë keni kërkesë për një përjashtu publik. po për këtë pjesë po, sepse është një shkrim. Natyren e përqipëron mbrojtësi me e vunë ndjeni çështjen shëndetësore të akuzurit Bedri Shabani, natyren e llojit të smundjes. Gjyqtore me lloj siguri arsyetive. Ne jemi jurista, nuk kemi mjek. Megjithatë, unë konsideroj që duhet respektuar e drejta e të Pandevrit sa përket trajtimit mjekësor, por mendoj që ndoshta nuk duhet him në këtë fazë elaborimin e diagnozës apo problemeve shëndetësore që i ka i Pandevrit, pasi që jemi në pritje të raportit nga eksperti mjekësor se është në gjendje të përvalloj gjykimin ai. Megjithatë, e lënë diskrecionin gjykatës në ndosë në lidhje me pranimin ose përjashtimin e publikut. Po, avokati, nëse keni diçka avokati, sa i përket, me që se kemi një propozim për përjashtim publikut, avokati Betim Shala. Faleminderit, zoti kryetar. E mbështes propozimin e mbrojtësit Pandevrit Bedri, edhe unë e konsideroj se duhet të respektohet e drejta e tij për sa i përket shpalosjes së problemeve shëndetësore të tij në këtë seancë që të përjashtohet publiku. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë. Atëherë, turpi gjykos, lidhur me propozimin e avokatit Besnik Berisha, pas konsultimit, me ragmendim, aprovohet kërkesa e mbrojtjes të avokatit Besnik Berisha, ashtu që përjashtohet
Përkohësisht publiku nga kjo çështje penale, vetëm sa i përket pjesës ku do të deklarohet lidhur me gjendjen shëndetësore të mbrojtur të tij. Urdhërohet largimi nga salla i të gjithë personave të cilët nuk janë të domosdoshëm në këtë procedurë.